Mirëmbrëma Nxiro me Syqin. Sonte do të kemi ftuar Roland Bacon, ish deputet i Partisë Demokratike, tashmë opinionist, analist në media të ndryshme, dhe do të marrim një mendim për çka po ndodh me arrestim, si do ta interpretoj arrestimin e Sarkozys, masi dihet që Roland Bacon është një filio francez, ka studiuar në Francë dhe e njeh mirë politikën franceze. Pastaj do të flasim për arrestimin e avokatit në Elbasan dhe për parlamentin, sigurisht, dhe politikën aktuale që po ndodh në Shqipëri dhe në lidhje me manifestimin e madh që u bë për UÇK-n, ku PD-ja nuk mori pjesë, por morën pjesë disa të PD-s pa e qarë kokën për PD-n, dhe pastaj Berisha e ndryshoi mendjen 24 orëve, kur kishte thënë një ditë përpara që ne nuk do të marrim pjesë në vendim partie, mas 24 orëve tha ne s'kemi marrë vendim. Imagjino tash se si ndron gjërat ky për 24 ditë, 24 muaj dhe 24 vjet. Kështu që për gjitha këto dhe për të tjera do të flasim me Roland Bacon, që është një i ftuar që kam kënaqësinë ta kem gjithmonë studion time në Nxiro me Syqin. Landi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Të falenderoj shumë për prezantimin, po herë dytë që vinë në studio dhe 2 herë më ke prezantuar si deputet. Në fakt, nuk kam qenë asnjëherë deputet, kam qenë kandidat për deputet. Kandidat për deputet. Po mirë, nuk pas kam bërë keq se fundit më mirë të kishim deputet si puna jote se sa. Por kështu e patë arsysh me Saliu në të gjitha vitet edhe na vjen një peng rrugës edhe nxirrte këtë që ka tani. Po ja ku ka përfundu. Ai mendon se është mirë, ne mendojmë që. Ja, është mirë për vetën e vet, se përderisa s'vepro drejtësia mbi të, përderisa s'vepro politika, përderisa s'vepro kush mbi të bos si det, kërcënon këtë det. Ai është mirë, mirë është ai për vetën e vet. Po mendimin tim nuk e di, se ju keni qenë pjesë e asaj partie, ajo parti nuk e shoh që mund të rikonstruktohet më. Jo, ajo parti është parti familjare tani. Ai ka ndarë mendje dhe sot e konfirmoi në konferencën e shtypit se ishte një djalë i ri deputet Gjorgjin Berati që doli dhe ai kujtoi që ka një statut partia, ka një fund karriere në mënyrën e tij të butë, ashtu siç. E di ai rinis Xhafere. Doli Berisha sot dhe i tha që unë këtu do jem. Këta ende mua më vjen keq për një gjë, sepse ata që janë aty brenda ende nuk e kanë kuptuar që ajo është parti private. Shiko, ajo private ka qenë, po dhe ne që kemi qenë atje, nuk besonim që do të ishte private në mënyrë të përjetshme. Mendonim që private, po deri një farë kohë të caktuar. Pastaj do ikte në shtëpi, do shikonte punë, merre me nipër me mbesa, të shkruante ndoshta kujtime siç dia i shkruaj. Ja, atë e ka mburoj atë partia, e ka mburoj. Kjo është që famiu e ka. Thjesht pasmore të familjes tij. Pikërisht. Edhe këtë nuk kanë kuptuar ata çunat e gocat që janë aty. Jo, më e kanë kuptuar, po nuk janë gjendje, sepse e di se është puna Landi, një njerëz që nuk është kriju vetë, është kriju që e kanë ka përdorë, dhe kjo ka ndodhur në të gjitha partitë këne. Domethënë, njerëz pa kontribute, pa njerëz që nuk i njeh opinioni publik, nuk kanë diçka që nuk kanë një shkrim. Mos shkrim më gjatë, ti ke mos them më shumë, po 3 çerekun në parlamentit sot që nuk i shef një artikull. Po është e vërtetë. Tash për çfarë preti? S'kan jetë profesionale. S'kan jetë, nuk janë direkt ke partia. Janë shumë të rralla ata që kanë jetë profesionale. Edhe këta janë shumë të rrezikshëm, këta që bëjnë kështu, sepse nuk janë më vetvete, janë klonizu. Edhe këto janë klonizu me Berishën, po e drejta atyre le të vazhdojnë. Landi, si e pe përfundimin e presidentit Sarkozy, shkuarjen e tij në burg me këmbë të veta, në një moshë 70 vjeçare, kur mendimin tim, ju e njihni më mirë politikën franceze, për mua ka qenë një politikan shumë i aftë, pavarësisht asaj ç'ai ndodhi me zgjedhjet lidhje me Libin, me fondet që mori, por domethënë është hera e parë në historinë e Francës që një president përfundon në burg. Janë dënu, po nuk kanë shkuar në burg. Dhe po t'i bëjmë një krahasim me arrestimin e Ilir Metës, ose qoftë edhe Terion Velid. Si e shef? Ta filloj nga edhe nëse do më lejosh edhe një moment, drejtësia atje veproi me presidentin gjendje të lirë deri kur e faktoi, kur mori vendimin njëri tjetër, dhe ky shkoi krejt normalisht. Pra, unë mendoj që njerëz që kanë pas një staturë të tillë,
kanë qenë president të vendit, o kryetar të parlamentit, o kryeministra, jo për emrin e tyre, po për pozicionin e tyre, mendoj që duhet të kenë një trajtim më të veçantë në këto situata. Po, përpara se sa të vi këtu, do të bëj një parantezë të shkurtër për të thënë diçka mbi si e njohun Sarkozyn. Unë jam lidhur me Francën fort në momentin që Sarkozy u zgjodh president, për shkak të studimeve që kanë kryer atje. Por në vitin 2012, kur Sarkozy kandidoi për herë të dytë si president i Francës, kam ndjekur fushatën e tij si përfaqësues i Partisë Demokratike pranë shtabit elektoral të Sarkozy dhe e kam takuar personalisht. Madje edhe kam kam diskutuar me të për Shqipërinë, aq sa 2-3 minuta do e them në këmbë, se si isha vetëm unë, kishte të tjerë nga vendet e Lidhjes. Ke shansin 2-3 minuta e mjaftueshme për përdor mesazhe. Po. Dhe po t'jesh me mend kohë, po mos t'jesh pastaj mund të rrish 3 orë. Dhe Sarkozy ka qenë një, le të themi, një nga trallët president francez që ka qenë atlantist. Po, e vërtet. Euro-atlantist. Pro-amerikan. Se ishte një pro-amerikan i fortë. Dhe jo vetëm kaq, por ai donte që dhe ekonominë amerikane dhe jetën amerikane ta orientonte në stilin dhe jetën franceze ekonominë franceze ta orientonte në stilin amerikan. Madje mbaj mend një episod ku ka shkuar në shkollë për një vizitë në një nga shkollat fillore të Parisit dhe aty ai ka folë mbi jetën amerikane, mbi të rinjt amerikanë, pra e adhuronte modelin se si jetonin amerikanët. Dhe donte që në Francë futi atë parullën, domethënë që kush punon më shumë fiton më shumë. Pa. Ndryshe nga modeli klasik i shtetit të mirëqenies sociale që u ngjit që me De Gaulin dhe vazhdon ende të jetë një barë e rëndë, siç tha dhe kancelari gjerman në njëjta gjë në Gjermani, apo jo? Që tha megjithatë ka pas dhe një vështrim kritik në lidhje me kapitalizmin aktual. Po, patjetër që nëse mund ta citoj në një fjalim të tij për krizën financiare në SBA në 2008 në Europë dhe në Japoni, Sarkozy thonte: ne duhet i rikthehemi vlerave bazë kapitalizmit, vlerave të punës, shpirtit sipërmarrjes dhe fitimit ndershëm në kundërshtim me tiparet e një kapitalizmi financiar. Pikërisht kjo që po ndodh sot. Sepse ishte edhe në cilin paraja shkon tek paraja dhe nuk pyet për asgjë tjetër. Jemi pikërisht në këtë moment. Është e njëjta situatë, por në atë periudhë ishte momenti që sapo plasi kriza financiare e 2007-2008. Po. Dhe ka qenë Sarkozy dhe Merkel që arritën ta përballonin, të bënin ballë asaj, të shpëtonin edhe Bashkimin Evropian mbi të gjitha, të shpëtonin ekonominë dhe kapitalet, të ndihmonin pavarësisht se falimentuan një pjesë e bankave, përsëri shpëtuan pjesa më e madhe e bankave. Edhe në Amerikë kanë bankat që i subvencionoi shteti. Dhe në Greqi arriti të shpëtonin dhe Greqinë pavarësisht se me kosto shumë të lartë për grekët, Greqinë, Portugalinë, Spanjën, Italinë. Kështu që ata shpëtuan Bashkimin Evropian në atë moment. Madje edhe Irlandën, ka qenë edhe Irlandën. Sarkozy kishte një gjë të mirë, domethënë që kishte nëse mund ta vazhdoj një sekond këtë. A mos mendon se ndoshta do të kishe qenë më mirë që të kishe qenë ajo Rami e lirë që po ndodh sot mas 18 vjetësh. A mendon se ndoshta ishte vetëm një shërim për ta shtyrë se ja ku po vim prap aty në të rreth po shkojmë. Po kam përshtypjen që nga 2008 deri tani ka kaluar gati 18 vjet. Në 18 vjet, 17 vjet, në 17 vjet domethënë është një cikël jete i plot. Domethënë që nuk është, mendoj që nuk janë pasojat e asaj krize, po lindi një tjetër krize re sepse nuk u shoqërua me ndryshimet që u propozuan në atë periudhë nga Merkel dhe Sarkozy që do të shoqërojë dhe me ndryshime institucionale. Ndryshe do të silleshin bankat, raporti i bankave me kapitalin, ndryshe do të silleshin vetë BE-ja do të bënte një rregullim të brendshëm të saj në raport me tregun e përbashkët evropian dhe pastaj në raport me tregun global. Burokracia e Bashkimit Evropian nuk ka lëvizur, madje është rënduar, është bërë edhe më rënd akoma. Në atë periudhë u fol që do të ketë shkurtime drastike sepse ka një administratë të tejfryrë dhe ka shumë shpenzime që vijnë domethënë përdoren pikërisht për këtë që quhen l'equipement, domethënë për infrastrukturën e pajisjeve të zyrave, udhëtimeve, konferencave pa bereqet e tjera e tjera. Kështu që Sarkozy ka pasur një të mirë shumë të madhe që ka ndihmuar shumë Evropën, por mbi të gjitha ka ndihmuar Gjermaninë dhe jo Francën, sepse se në kuadër të Bashkimit Evropian Sarkozy bënte diplomaci ekonomike dhe pas Sarkozy shkonte Merkel me biznesmenë gjermanë bënin shkrimin e marrëveshje me vendet jashtë Bashkimit Evropian, me Kinën, me Indinë, me Shtetet Bashkuara
Bashkuara të Amerikës me Japoninë e tjera. Tani vim tek momenti i arrestimit të Sarkozy. Në fakt u vërtetua që këto fonde për cilat akuzohet Sarkozy se i ka marrë nga Kadhafi nuk janë marrë, pra nuk janë xhiruar fondet. Sarkozy u dënua vetëm pse tentoi të dërgojë 2 këshilltarët e vet që negociuan me Kadhafin dhe vetëm pse tentoi të përfitonte fonde për fushatën e partisë, jo fonde personale. Vetëm pse tentoi. Për këtë po e bën burgun. Do të them pse e mendove këtë se nuk të lejohet ty ta mendosh. Mos është një akmarrje politike kjo deri ke burgu. Këtë pasaj ngelet, kjo ngelet për të parë, pse ngelet për të parë. Sepse që viktim edhe e kësaj politike Sarkozy në Francë. Ka korrente shumë të forta. Europa dhe mbi të gjitha ka korrentet nuk vinë. Korrente që vinë nga politika nuk të vrasin, nuk të ftojnë ato, le të kesh kthyer shpinën prej atyre korrenteve. Ato që të vrasin janë korrentet që vinë prej bankës, prej bankave, prej financës, prej kapitalit, domethënë, ato të vrasin shumë. Ndoshta Sarkozy këtu mund ta ketë shkelur pak, edhe pse ka qenë realisht presidenti më miqësor me gjithë kapitalin e madh, duke dashur që këtë kapital ta kthente domethënë në një kapital fitimprurës për qytetarin e thjeshtë francez. Pra ai bëri çështë e mundura që kapitali të qëndronte në Francë, investonte në Francë duke i çliruar ata nga bara fiskale. Të kundërt një bëri Hollande. Sapo Hollande erdhi në pushtet, rriti taksat për të pasurit dhe një pjesë e mirë të pasurve francez ikën nga Franca dhe u vendosën në vende të tjera. Fut këtu dhe të pasur nga bota e artit, siç ishte në atë periudhë aktori Gérard Depardieu. Kështu që në këto kushte them që Sarkozy, nëse ka akmarrje apo jo, atë do na i thot apeli, sepse Sarkozy e ka apeluar vendimin e tij. Apeli mund të marrë vendim që nëse e shikon të drejt gjykimin e shkallës së parë, ata do të marrin një vendim për të gjykuar, do ta bëjë dënimin në burg apo do ta bëjnë në kushte të tjera, pra në shtëpi. Dhe këtu do gjykojnë ato 3 elemente të vinë në Shqipëri për ta krahasuar me Shqipërinë, 3 elementet e sigurisë, që janë ai kompromenton faktet qenia e Sarkozys jashtë burgut, a kërcënon gjithë dëshmitar, ka mundësi të kërcënojë dëshmitar, dhe treta, a ka mundësi të haratiset Sarkozy? Këto do shikoj kryesisht gjykata e shkallës tjetër, sepse që është vërtetuar që Sarkozy si ka marrë që do të thënë nuk ka nevojë të vërtetohet që Sarkozy nuk i ka marrë para, se kjo është vërtetuar. S'kan kaluar paret. Po, s'kan kaluar paret. Por Sarkozy e ka mohuar që i ka dërguar 2 persona, 2 njerëzit e kabinetit vet, që ke dërguar ky te Kadhafi dhe ka mohuar që i ka porositur që prej Kadhafit të minin valixhen me para që u përfol më duket rreth 50 milion euro. Kështu që ju thatë atë tjetrën pasaj që mënyra se si shkoi Sarkozy në burg, që nuk shkoi me policë me maska që të ndalonin rrugë, të arrestonin dhunshëm si ish presidenti shqiptar Ilir Meta, po shkoi përdore me gruan e vet, i shoqëruar me duartrokitjen e mbështetësve të tij, të adhuruesve të tij, i pritur më parë nga presidenti Macron, do të thënë një audiencë para se sa të nisej për në burg, me intervista para mediave, pra në një mënyrë shumë qytetare dhe shumë të për krahasjet e tij, edhe vetë Sarkozy asnjë nuk anatemoi drejtësinë. Kjo është pjeka tjetër, pastaj që bën diferencën me Shqipërinë. Sepse Sarkozy që në momentin që u dha vendimi në sallën e gjyqit, unë e kam ndjekur siç e ka ndjekur dhe ti, ishte në krah me bashkëshorten e vet. Ai tha që ky është një vendim, edhe pse është një vendim i padrejtë, unë do të respektoj vendimin e gjykatës dhe do të shkoj aty të kryej dënimin tim. Gjë që nuk e bëri as Sali Berisha këtë gjë në momentin kur gjykata e thërriste që të shkonte të paraqitej në ditët e caktuara nga ajo, por refuzoi të zbatonte vendimin e gjykatës, për pasojë shkoi në shtëpi. Në arrest shtëpie. Dhe në arrest shtëpia i akuzonte drejtësinë dhe thoshte që ma kanë bërë politikisht. Ndërkohë që shkelja ishte flagrante, se ti nuk zbatove vendimin e gjykatës, nuk të arrestoi njeri sepse ti ke abuzuar, ke vjedhur apo tjerë, po shkel vendimin e gjykatës. Rasti Berishës që edhe vazhdon për mua është dobësi e sistemit drejtësisë. Të njëjtën gjë edhe me Ilir Metën, sepse Ilir Meta qasje ndaj drejtësisë nuk e kishte si Sarkozy në momentin që u dha vendimi. Ilir Meta kish muaj të tëra që duke vrapuar e duke bërë paralele vertikale në mjediset e gjelbra. Pra, si kemi politikën, kemi edhe drejtësinë. Sulmonte drejtësinë. Tani, drejtësia pasaj, ndoshta fut dhe këtu, mund të jetë dhe inati, mos e Ballkanas jemi, edhe inati, edhe e ka për në mënyrë të pandesh, domethënë, mënyra se si u arrestua Ilir Meta nuk qenë drejta. Nuk ishte nevojshme. Unë qatë ditë kam qenë në një televizion tjetër dhe kam
e kam kritikuar këtë lloj mënyre. Nuk ishte nevojshme sepse ka qenë president i vendit. Jo, për të po se është shumë i rëndësishme për imazhin. Po jo vetëm për lirin. Po president, ministri i jashtëm, kryeministër, zëvendës kryeministër, kryetari i një force opozitare tjera. Tani, po jo vetëm për këtë arsye, po dhe një qytetar i thjeshtë që ishte, nuk ka nevojë më të arrestojë në mënyrë të dhunshme, në mënyrë domethënë spektakolare. Se nuk ishte në rast flagrant. Po nuk ka më se nuk ishte një kriminal i rrezikshëm që ti këto forca duhet të ndryhin atje për ta ndaluar atë se mund të kthehen në një keqbërës masiv apo ku diun se çfarë. Pra, këto janë të egzageruar. Pra, ne siç kemi politikën, siç e thatë ju, kemi edhe drejtësinë, dhe siç kemi politikën drejtësinë, kemi edhe shoqërinë. Pa, ky mill këtë prodha. Me që jemi këtë drejtësia, si e pat arrestimin e Orli Bajramit, në një kohë që sot po folja me një gjyqtar të lartë, edhe son se kam ndjek fakt më tha që në sallë gjyqit e ka kërcënuar, tha, domethënë duke i thonë kjo është personale me mua, dhe ta shoh, është diçka tillë. Megjithatë unë mendoj edhe në këtë rast, arrestimi është i tejkaluar. Shkuarja e policisë, marrja e telefonit, domethënë. Po fakti që vetë prokuroria e Elbasanit e quajti pa drejt arrestimin e tij, ndërkohë që sipas këtyre fjalëve është kërcënuar po prokurori i Elbasanit, do të thotë që ne do të besojmë institucionit, do të besojmë prokurorisë. Pastaj fjalë, mënyrën se si e thonë të tjera, ora jemi në çast, themi diçka bashkë dhe keq kuptojmë brenda 3-4 sekondave. Në momentin që ti merr fjalën, ti mund ta thuash krejt ndryshe atë që them unë, sepse varet se si e ke kuptuar ti, ose si e kam thënë unë, në çfarë konotacioni e ke marr. Por ajo që mua më shqetëson në gjithë këtë histori është fakti që realisht në trupën e gjyqtarëve ka arrogancë. Janë plotësisht dakord. Ka arrogancë shumë të madhe. Edhe në trupën e prokurorëve. Edhe në trupën e prokurorëve ka arrogancë shumë të madhe. Ashtu siç ka edhe në trupën e avokatëve sekser. Avokatë pa aft, kanë blerë një diplom, kanë marrë një licencë avokati dhe mundohen të fitojnë gjyqjet me seksellëgje. Jo vetëm kaq, po shesin edhe do të thënë klientin e tyre. Shkojnë aty dhe bëhen me të dy klient, me dy le të themi palët, si me atë që ka bërë padin dhe me atë që është do të thënë është i paditur, dhe në rast se u marrin para të dy palëve, dhe në rast se njëri fiton, ai kthen para tjetrit dhe prapë del i fituar avokati. Avokati janë sekser, mo. Po pra, po jo të gjithë avokatët, sepse ka avokatë. Edhe gjithë gjykatësit absolutisht. Por ka avokatë janë në vërtet shumë profesionistë, por kur nuk funksionon sistemi, atyre profesioni nuk ju vlen. Sepse pos nuk funksionoi sistemi, që të ketë interes gjyqtarit dhe prokurorit të dëgjojnë palët, të gjykojnë në bazë të provave, në ato moment avokati do me thënë nuk vlen, është apo s'është i aftë, nuk ka rëndësi, po dhe një avokat i aftë, kur nuk dëgjohet dhe nuk merret parasysh ajo që ai thotë në bazë të ligjit, sepse vendimet jepen kujt presioneve ose kujt shumave të mëdha monetare, gjithmonë humbet ai që është më i dobti dhe përpasoj drejtësia nuk vlen. Shko ke Rolling Hills, mos shko shumë larg dhe verifiko aty sa politikan, sa mirë avokatët janë profesion të po sa gjykatës, sa prokuror kanë atë shtëpia. Tash nga është të marrësh këtu tash se këto të bëjnë dhe për budalla. Po kjo që është një avokat që gjingjoni, më po e themi çop, shkarkohet nga vetingu, vjen tash hyn në parlament prapë. Pse u shkarku nga vetingu? Kjo është pjesa jo, pse u shkarku nga vetingu? U shkarku për shembull ky njeri nga vetingu. Edhe parat e tij dihen mos si janë. Bile kur merrej ndonjë referencë në, domethënë, mediatike ku drejt publikes, gjingjoni ka qenë pika e referencës si modeli i gjyqtarit korruptuar. Por unë nuk e di këtë, sepse nuk kam punuar, nuk kam pas të bëj kur me punën e tyre, por me aq sa kemi parë dhe kemi dëgjuar, është që nuk përflitet njeriu kod, mund të përflitet njëherë dy herë kod dhe pastaj dele vërteta. Pse se përfol ti Orlando? Pikërisht këtu e kam fjalën. Pse se përfol? Keti shtëpia në Bregdet, keti shtëpia në Rolling Hills, se kemi qenë marrë me biznes, do të thënë. Jo, më këto nuk janë marrë me biznes. Por si jemi marrë me këto janë marrë ajo që theti. Si jemi marrë me këto punë se kur këta bënin tendera, ne shkonim bënim studime. Këta bënin tendera, bënin dalin para. Pastaj që janë të pakutuar fare, që nuk e kanë konceptin e të majtës së djathtë, se kujtojnë se kërkon shumë pastaj.
Kërkon shumë. Po lexoja një libër tani që po kthesha nga Gjermania, një libër me kujtime të Jusuf Vrionit. Dhe Jusuf Vrioni në një moment aty thot në 91-shin, më vjen në shtëpi thot Preç Zogaj dhe Piro Mishaj dhe më kërkojnë që të kandidoj për Partinë Demokratike. Pra imagjino një super personalitet i atij niveli, atij klasi që ishte Jusuf Vrioni, kërkoi nga partitë politike që të kandidonte me qëllim të fitonin zgjedhjet. Sot partitë politike kanë zbritur në nivelin e Zegjines dhe të zëgjineve tjera që janë si nga PD-ja dhe nga PS-ja dhe nga tjera partitë. Pra niveli parlamentit ka rënë në këtë lloj niveli. Po ke këtë temër ti, unë shkova hyna në Kamës për pa Kamzën. Shkova biles për pa shtëpinë e këtij që ka qenë kryetari i Kamzës. I bashkisë. Se kadri, se harrova. Po, e harrova dhe unë. Po? Po si mund t'i harroj me sa është legjendë që i vunë minë ke shtëpia. Po e njofun edhe nuk dua që të... Jo, po më thuj emrin mu se e njoh. Po mirë man... Jo, më jo e njofun s'ke punë. Dakor, ma po, duke qenë se kam... Se s'po m'vje emri tash në moment. Gjilali, po si mund t'jetë ai në parlament? Ajo shembulli më katastrofë që ka bën një katastrofë urbane në Kamës. Dhe ka një shtëpi, si me qenë shtëpia bar, shtëpia vetë, dhe thotë, e njoh se njoh, te kemi të keqen e landi, e njoh se njoh, qose do flasim. Se ka dhe etik në këto. Mi ka etik, unë kam do si mundet ky njeri të vi sot deputet në parlament, është o zot. Se ti përmendë Zegjinen dhe ke drejt. Po përmend Xhilalin, që është top. Po ndjes Zegjinen se unë them në të gjitha partitë. Po jo, nuk është ndjes kjo, kjo është se tregon vetë puna, se ti e solle këtë marrë, se kisha në mend. Domethënë nga parlamenti i parë shqiptar, pavarësisht se nga vinin, sa shumë vinin gjithë. Po kishte kualitete, njerëz publik, njerëz që kishin bërë diçka. Shkencare, shkrimtare. Po sepse këto kryetarët e këtyre partive e deintelektualizuan politikën. Dhe Ngjela e thot shumë mirë te librat e tij. Sali Berisha i pari dhe pastaj më pak nano, po pastaj kur erdhën këta të tjerë dhe mbrapa, politikën e partit i deintelektualizuan. Edhe futën në nivel mediokër sepse autoritaristi ka më kollaj të mos ballafaqohet, ka të merr ballafaqimin. Edhe me një intelektual, me njëri që ka një background profesional, ti do ballafaqohesh në fushën e atij, do të thënë. Aty mund të ngecesh, po ai nuk e duron dot ti bjeri hunda para një profesionisti. Kjo është pra ignoranca e politikës. Marrin nga këta ignorantë. Kjo është ignoranca e politikanëve tanë, me që solle këtë shembull. Dhe ta Reagani kishte 200 këshilltarë më të mirë të Amerikës. Se Reagani me 2 vjetë kolegji ishte. Por ishte njeri i lindur për politikë, ishte njeri i aftë për të një gjuhë. Politikanët shqiptarë gjithë nuk digjeni, ke pati? Nuk digjeni. Reagani vërtet ishte me 2 vjetë, por Reagani studioi jashtëzakonisht shumë mbi ekonominë. Dhe ju e dini shumë mirë kur në momentin kur punonte tek ajo kompania që bënte prezantuesin e produkteve të asaj, çka quhen këta menaxherin e shitjes së produkteve, ishte i super talentuar, sapo hyri dhe në mazë dhe televizionin atë periudhë dhe fitoi një popularitet të jashtëzakonshëm. Është nga president më popullor, po. Ajo që thotë për ekonominë sot kanë vërejtje edhe me globalizmin, edhe me se ky filloi edhe me lobingjet e në kohën e Reaganit filluan lobingjet që e kanë degeneruar politikën dhe atje tash. Domthon si këtu që i marrin në dorë, atje vetë i kanë me ligj. I kanë të ligjëruar. Pagojnë taksa. Po, problemi është që, do të them, një politikan që kishte dhe kur nuk e dinte një gjë, kur e pyetën në konferencë shtypi i mante këtu. Edhe nuk kishte për atë degë dhe thotë përgjigjo. Se ti e për këtë punë, pra vetëm ai kishte. Kurse ne kemi parimin e shokut të Enver, ne i dim gjitha për bujqësinë, për minerat, për tregun, për financat, nëse këta jemi ne dhe nuk duket se po ndryshojmë për mirë se që jemi ku jemi e dim. Edhe pikërisht nga kjo lloj kulture. Sepse ata nuk duan të prodhojnë politikë, nuk duan të ketë politikë dhe siç e shikon në Shqipëri nuk ka politikë. Në Shqipëri jemi në botën e hiçit. Edhe këta kanë mbjellur hiçin. Po të pyesësh një shqiptar, ti je jashtë, ja ti ju jeni në Amerikë. Kur ju vjen një shqiptar e pyet, ç'kemi nga Shqipëria hiç thotë ai. Po, hiç. Po si hiç i thua ti, po ka ndodhi ajo do pa lemo. Ti e marr me politikë. Unë jam marr me media. Më numëros sot antarët e kabinetit. Jo, nuk e marr përsipër, nuk guxoj ta bëj një gjë tillë se si mbaj mend. Po. Nuk e mbaj. Mund të njoh 2, 3, 4, po nuk i mbaj mend.
Nuk po flas antarët e parlamentit, se shkon shumë puna aty. Padje pastaj shkon larg. Landi, shkurtimisht, si e pat protestën për UÇK-n në mbështetje të 4 arrestuarve që janë në Hag dhe për krajen dhe mos pjesëmarrjen e Partisë Demokratike me vendim, dhe Partia Socialiste mori pjesë megjithëse ishte organizuar nga forcat të tjera protesta. A mendoni se ishte e mirë dhe ishte për të bërë kjo protestë? Në radhë të Dhe pse nuk mori pjesë Partia Demokratike dhe pse të dyja në parlament lujtën me patriotizmin, me një ping-pong që është bë banal tash, kur njëri thonte që nuk marrin pjesë për këtë, dhe këta tjerë thonin këta nuk marrin pjesë, këta janë kundra Kosovës sepse nuk nënshkruan atë rezolutën për gjenocid. Si shef? Mendoj që ai ishte një protestë ose manifestim, le të themi, i domosdoshëm, në kushtet në cilët gjenden drejtuesit e lartë ushtrisë çlirimtare të Kosovës, po edhe të shtetit të parë, të qeverisë, le të themi, të qeverive të para që drejtuan Kosovën e lirë. Më fal, futu dhe qëndrimin e Albin Kurtit, Po, do të llogarisim, se do na dal vetë, dhe mos duam të dalë vetë. Kështu që ishte protestë domosdoshme, ata kanë nevojë për mbështetje sot, duhet më mirë do të ishte që në protestë ishin gjitha palët, pa përjashtim, sepse është një çështje shqiptare në mes, nuk bëhet fjalë vetëm për UÇK-n, për reputacionin e UÇK-s, nuk bëhet fjalë vetëm as për fatin e 4 apo 5 apo 7 individëve të cilët janë në burgun dhe gjykohen në mënyrë të padrejtë, të paktën sipas atyre që janë profesionistë dhe e ndjekin deri në detaje çështjen. Por këtu bëhet fjalë që nëse komprometohet kauza e UÇK-s, atëherë fiton të drejtë, le të themi, ligjërimi që bën ndërkombëtarisht Serbia, që Kosova është, do të thënë, Kosovës i është dhënë padrejtësisht pavarësia, sepse ajo forcë ushtarake e cila e ka çliruar Kosovën të paktën zyrtarisht, do të trajtohet si një organizatë terroriste. Kjo ka qenë nisma e UÇK-s, kështu është bërë nga amerikanët kanë qenë fillim terroriste. Pikërisht nga propaganda e serbëve në propaganda serbe. Po problemi është edhe këtu në Shqipëri pati dikë që quheti, do të thënë, UÇK-n si Berisha ka qenë edhe ka qenë terroriste edhe ka qenë kundra Rambujës. Pastaj e ktheu qendrimin natyrisht. Po mirë, ai ktheu tash më 24 orë. E ktheu qendrimin dhe u duk, do të thënë, që sigurisht mbështeti UÇK-s edhe luftës Kosovës. Por vim tek momenti i dytë. Pra, për këtë arsye ishte shumë e rëndësishme kjo protestë ose ky manifestim. Si u bë protesta, mendoj që mund të ishte bërë shumë mirë. Do të thënë, edhe duhet të menaxhoj edhe më mirë. Unë ndoqja nga televizioni atë ditë, sepse thash doja të isha në protestë, por kam qenë jashtë. E kam mbështetur nëpërmjet një interviste dhe u kam bërë thirrje të gjithë miqve të mi, shokëve të mi, njerëzve të mi të marrin pjesë në këtë protestë, dhe jo pak prej tyre kanë shkuar dhe kanë marrë pjesë në atë protestë, edhe pse janë të djathtë dhe nuk e dëgjuan vendimin që mori Sali Berisha për të mos shkuar për ta bojkotuar këtë protestë. Tani, pse PD-ja nuk mori pjesë? PD-ja nuk mori pjesë sepse Berisha nuk e duron dot faktin që të ketë dikë tjetër jashtë tij që të organizojë manifestime të mëdha. Sidomos manifestimet për ai mendon, sidomos këto që kanë në çështjen kombëtare, ai do të jetë vetë, do të thënë, Skënderbeu, ose se ne na ka ngritur te Skënderbeu se mbajsi të paktën modeli që arritet të përbashkonte ç'mund të bashkonte, do të thënë ato momente delikate të mesjetës si ka qenë Shqipëria. Kurse këta janë përçarës dhe duan të dalin Skënderbeu. Përçarës dhe duan të dalin të ngelen historisë si Skënderbeu, domethënë. Tani, dhe bëhet më paradoksale kjo çështja e mos të duruar do të faktin që kush e bën protestën, kur shikojnë që protestën më të madhe drejtonte Azgan Hakra, që Berisha nuk e duron dot fare këtë gjë. Sepse ai e ka ditur kush kanë qenë organizatorët, nuk është se ka ditur. Doli ish prefekti i Tiranës, burri i nderuar, profesor i nderuar, që është kryetari i shoqatës Tirana, edhe kryetarët e shoqatave të tjera, do të thënë, me karakter patriotik o nacionalist, siç janë Laboria, Çamëria e tjerë, pra ishte gjithë spektri i, le të themi, gjeopolitik, i hapësirës shqiptare kudo që Ballkan.
kudo që ka shkuar Ballkan nga diaspora. Patjetër. Dhe në këtë kjo e tmerroi, kurse gjetja që bëri Berisha kur justifikoi mos pjesëmarrjen ditën e parë kur e pyetën gazetarët pse nuk merr pjesë, unë nuk mund të shkoj në një protestë aty të gjej Ramaduron. Edhe Rama ishte fare, si ishte. Po jo, po e bukur është sepse ai nuk do ta gjej Ramaduron në protestë. Po Ramaduron kur i duhet e gjën ai, për shembull, e gjën për amnistinë penale që bën të dy së bashku, apo jo, para disa muajsh. E gjeti Ramaduron kur miratoi kodin zgjedhor. Kodin zgjedhor. Dakor, e gjeti për sepse i duhet të garantonte pozicionin e tij brenda partisë, do të thotë të bënte këtë kod surrogato, do të thënë që të blindonte pozicionet e Saliut, se Rama i garantuar që se Rama në pushtet është ashtu. Dhe e gjen Ramën jo vetëm në këto momente të asaj që këta i quajnë kompromise politike, që në fakt janë pazare politike, por e gjen edhe pas kuintave, në errësirë, natën, ai dhe njerëzit e vet kur duan të marrin firmat për lejet e ndërtimit, për resorte, për kulla, e kështu këtu e gjejnë Ramën atë. Këtu e gjejnë. Për të marrë ato firmat për atë kompleksin Partizani etj se deshta 17 mendori, po s'ka ndodhur që të kemi 17 mendor. Kështu që këtu e gjen Ramaduron ai. Në këto tjera nuk e gjen Ramaduron. Ja, për shembull sot kanë rënë dakord që të miratohet komisioni i reformës zgjedhore. Me Ramaduron do ta bëj, me njerëz të Ramaduros do ta bëj apo jo? Ja e gjeti. E gjeti Ramaduron. Për atë protestë nuk e gjeti dot Ramaduron. Dhe më e bukur është që kur e tham bukur një e lexoa nuk do të marr të drejtën e autorësisë, e lexoa në Facebook, një miku jon do të thënë, ke shkruar që Bujar Leskaj ishte në ditën e tij më të sinqert. Si sa i bukur, unë njoh Bujarin. Bujari, para se shkonte ka qenë me Bujarin. Se di. Bujari ka qenë më i sinqert aty, pse? Sepse si Bujari është ajo që thati në fillim të emisionit, që gjithë atje e dinë në çpozita janë në Partinë Demokratike. E dinë që Berisha u ka zënë derën aty, u ka ngelur dhe s'kan ç'a bëjnë. Tani ç'a bëjnë? Vënë në prahengje, marrin dhe ndonjë çik kështu stimulant, e kupton? Dhe çka barku nxjerr bardhaku i thot populli. Dhe Bujari u tregoi sinqert. Tha se ruaj fare, kush e ruan për ato vendime. Sepse realisht një patriot i mirë atë ditë duhet të vërë Shqipërinë mbi partinë. Dhe në këtë rast ja vlente. Pastaj dasma bëjmë dhe nuk i kënaqim dot gjithë njerëzit që ftojmë, as duke filluar që nga njerëzit e familjes, jo më pastaj të bësh një manifestim kaq të madh dhe të kënaqësh edhe ata që me demek janë pozitiv. Por gjithë ata që nuk morën pjesë në këtë protestë për mua kanë bërë gabim. Po kurti me qëndrimi kurtit shumë. Po vazhdon të jetë një qëndrim skandalos, sepse nuk do të jep për fajt kujt, po kurti është me kokforcinë e tij dhe kjo nuk është puna e Rama, por problemi është që kurti ka marrëdhënie shumë, jo ka, po i kanë prerë marrëdhëniet fare me Këshillin e Europës dhe me Amerikën, dhe kanë prerë dhe fondet financiare. Po shikoti. Dhe një gjë tjetër që morën vesh që është skandaloze, Kosova humb 2 milionë euro në ditë për mos bërjen e qeverisë. Ja, nuk e dija këtë. Nuk e di, 2 milionë euro në ditë, domethënë për 7 muaj nga 2 milionë euro në ditë llogaritet tash. Po këta përkrahasit e kurtit e justifikojnë me këtë që se edhe Amerika s'ka qeveri tani dhe atje humbet. Po Amerika është tjetër gjë, Amerika është tjetër gjë, po nuk krahasohet. Pastaj nuk është si këtu që 7 muaj rrin javë, 2 javë, pastaj. Të falenderoj që ma kujtove, sepse thash dhe atë ditë në intervistën që dash para protestës në një televizion, që po ta vësh re ti ka një përkitje duket si e rastishme, por nuk mendoj se është fare rastishme. 2 persona të cilët janë shprehur para protestës kundër pjesëmarrjes në protestë ka qenë Albin Kurti 1 dhe Sali Berisha 2. Të dy janë të refuzuar si nga Shtetet Bashkuara të Amerikës ashtu dhe nga Perëndimi. Bravo. Janë aktualisht të bllokuar apo jo nga Perëndimi. Ky nuk është non grata, po i refuzuar. Po është i refuzuar, është dëm i madh se tani pak mirë me UÇK-n, po vetëm me UÇK-n se fitonim do të pavarësinë e Kosovës. Pa Shtetet Bashkuara të Amerikës pa NATO. Pa Shtetet Bashkuara, pa NATO, pa Europën e nuk. Shtetet Bashkuara dhe NATO marroi. Atë luftë, Shtetet Bashkuara se Shtetet Bashkuara bënë NATO, patjetër. Tani atë luftë, a mund ta fitonin pa UÇK-n, por edhe me lëvizje, jo, një minutë. Pa UÇK-n dhe me lëvizje guerile etj, por duke pasur NATO-n edhe mund ta fitoje, sepse ka ndodhur që kanë fituar pa një ushtri të organizuar etj. Po për ne shumë mirë që kishim dhe NATO-n dhe UÇK-n, sepse ishim treguam që ishim të institucionalizuar dhe gati për të bërë shtetin që ditë pas fitores. Që dhe siç u bështe. Sikur
Zot. Më fal, më gjë kujtove Sarkozin, të vim tek Kosova. Sarkozy ka qenë i pari lider evropian që ka njohur Kosovën, i pari. Në atë periudhë kam qenë në shkollë në 2008-ën, njëja përpara se sa të shpallej pavarësia e Kosovës kemi qenë në Alzas ku është qendra e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë franceze dhe aty një komandant, një general francez i cili kishte qenë në Kosovë në ato prezantimet që na bëri tek muzeumi i shtabit të përgjithshëm, pyeti a ka ndonjë shqiptar këtu dhe i thon këta kolegët e mi që është ai isha diku në afund andej. Më tha mua pas një jave, më tha mua duhet të vish të më sjellësh një pako llukume, tha se e kish mësuar llukumen nga Kosova. Dhe unë nuk e kuptova për çfarë tha, por e kuptova kur u dha lajmi i pavarësisë së Kosovës. Landi, po të them dhe një tjetër, ju thatë që pa NATO-n, pa Amerikën, a do e fitonim asnjëherë në botë. Por në anën tjetër po të them që ose politika e Kosovës vazhdon kështu, që tash është bërë gati është bërë Serbia viktim, pikërisht për kësaj politike në Kosovë, kësaj përçarje që kemi ne historikisht Kosovë e Shqipëri, edhe tash në këtë protestë që ishte mbar kombëtare, disa lider thonin jo, disa lider po, domethënë me cicmiset e tyre, për politikat e tyre klanore, se si kanë parti politike. Unë them që zot të largohet NATO, e të largohet Amerika, e BE-ja nga Kosova. Harroje Shqipërinë. Harroje Kosovën ti të hynë serbët të Kosovën për Shqipërinë. Një muaj. Për një muaj e bëjnë, prap se kanë qenë fuqi ushtarake dhe janë. Kështu që kjo politikun nuk e di pse e bë Kurti këtë, e bën nga ignoranca apo e bën sepse shu i thonë ta bëjnë. Ku do na i vërtetoj? Ky që kemi këthe nga kjo anë e kufirit ka thënë jam misionar. Në këtë rast nuk ke qive Fajramës. Jo, s'tem për Ramën, jo, them për Berishën. Ka thënë që u jam misionar. Kurti andej thotë që u jam misionar. Kështu e quajmë vetë misionar, si Mesia. Dhe po të futesh të hapësh pak fjalorin e filozofisë, ti kërkosh çfarë quhet misionari. Misionari është elementi më i rrezikshëm politik. Sepse ai nuk gjithë autoritaristë diktatorët tani janë misionar. Sepse misionari në vetvete e merr frymëzimin nga hyu, nga hyu, nga ai që është lart. Kurse politikani duhet ta ketë nga ata që janë poshtë. Kur ti mohon ata që janë aty poshtë, pra antarësinë, partinë, rregullat, ti prish institucionin dhe ti lidhesh me atë që është lart, me hynoren, ti nuk pyet fare, do të thotë ti pastaj e mbret i diell, s'ka nevojë partia, ajo nuk është një parti as, ti je thjesht bosi politik i një organizate terroriste, një organizate kriminale, çfarë duash. Ata nuk kanë fuqi, po këtë mundësi kanë. Atë mundësi kanë. Kanë mundësi kanë. Jo, po jepet mundësia, po Kurti aq jepet mundësia aq kanë mundësi se nuk po të kenë. Por unë mendoj që dhe reflektimi nga ana e qytetarëve, e popullit, e votuesve duhet të jetë më i madh. Ju e pat në zgjedhjet lokale, do të thënë se kisha pyetje për zgjedhjet, çfarë mendon? Po, në zgjedhjet lokale unë mendoj që se themin ndonjëherë dhe unë e kam thënë që nuk mund të kritikohet populli. Në rastin konkret duhet të jetë më reflektar. Ne shqiptarët nuk jemi reflektar. Nuk reflektojmë, do me thënë, ne kemi qenë të fundit në rajon gjithmonë që kemi reaguar. Dhe prandaj jemi këtu ku jemi. Dhe prandaj jemi prapë të fundit. Ne kemi vetëm një avantazh tani, ma tha shumë bukur prapë po i referojmë gjermanisë këto ditë, një ish ambasador, ai thotë kështu që Shqipëria në rajon është më favorizuar nga të gjitha për të qenë anëtare e Bashkimit Evropian. Pse? Sepse është i vetmi vend, flasim për Shqipërinë për pjesën tonë, që kemi këtu zyrtarisht, i vetmi vend që nuk ka probleme. Asnjë lloj problemi, domethënë, sepse probleme të brendshme ka dhe do të ketë, se ne jemi në demokraci që të evidentohet dhe mos mbulojnë problemet. Por të mos i mbulosh problemet, i kesh prezant ata nuk do të thotë se ti ke probleme. Ato janë probleme aty që do ekzistojnë sepse pikërisht do përplasen me njëra tjetrën, ka forcat, interesat e tjera. Dhe kjo e bën të bukur demokracinë. Por ne nuk kemi probleme që kanë të bëjnë me strukturën shtetërore. Që do të thojë, Kosova sot ka probleme shumë të mëdha, se dihet, problemi i madh i tyre është kryeministri dhe vetë qeveria e tyre. Malizi do të thënë është më i stabilizuar dhe ne dhe Malizi jemi pak më të favorshëm në këtë aspekt, do të thënë për të qenë pranë Bashkimit Evropian. Kosova është e përfshirë nga protestat e jashtëzakonshme dhe dihet tani kredibiliteti i këtij Vučić është në diskutim shumë të madh në Evropë, ka rënë shumë për kredibilitetin e tij. Ai mbahet aty, ndoshta dhe veprimet që bën ky Kurti me apo pa dashje ndihmojnë Vučićin se japin një kartë, e mbajnë ata akoma në lojë aty, japin një narrativë edhe të brendshme edhe ndërkombëtare. Do të thënë në raport me Kosovën dhe me situatën.
Dhe ai u thotë që kush është kundër meje tani është pro Kurtit, është pro Shqipërisë, pro Kosovës. Pra kush është kundër meje, thotë ai, njësoj si thon këta tanët tjerë. Kush është kundër meje, thotë një kryetar apo një kryeminist është i shërben kundërshtarit tim politik ose armiku tim të jashtëm. Maqedonia po është me probleme me Greqinë, probleme me Bullgarinë, probleme me Shqipërinë sot. Probleme me Shqipërinë, edhe me shqiptarët aty brenda, do bëhet edhe më keq situata sepse fitoria e VM çka quhet ajo? Vëmëroz. Ajo do ta bëjë edhe më të vështirë raportin interetnik midis shqiptarëve dhe maqedonësve. Edhe fituan thellë. Po bullgarët nga ana tjetër, ata kanë probleme të vështira edhe me bullgarët, kështu që e kanë shumë të vështirë. Bosnia po është ashtu siç është, dihet me problemet që ka me Turqin. Shqipëria është më e pastër. Më e pastër, pas Shqipërisë vjen Malizi dhe këto kanë shanse më të mëdha që pas 27-s në 29-ën. Po të jetë edhe pas 27-s se një pjesë e këtyre liderëve që drejtojnë vendet antarët Bashkimit Evropian sot mund të mos jenë në ato pozicione si kryeminist apo si president, që kanë dhënë fjalën që do ta ndihmojnë Shqipërinë dhe mund ndodh hipotetikisht që mund të fitojnë edhe forcat djathta tek ekstremi djathtë si në Francë, në Itali, Meloni ka rënë, por në Gjermani apo në vende të tjera që unë nuk e besoj se do ndodhi, por po ndodhi, do të ndryshojë narrativën, qasjen që ka vetë BE-ja pastaj në raport me Shqipërinë, edhe pra pastaj do na dihet prap një shans. Pra jemi shumë të avantazhuar realisht për të qenë antar të Bashkimit Evropian. Mbi të gjitha jo për shkak të meritës tonë të brendshme, po për shkak të gjeopolitikës. Lufta në Ukrainë, dhe sidomos ajo lufta në Ukrainë, ka njerëz që në Shqipëri e thonë si me shaka që mos u dorëzo Zelenski, vazhdo të rezistosh, sepse po mbaroj lufta atje, mbaron dhe çështja e integrimit të Shqipërisë në BE. Por në fakt mendoj që është rasti më i mirë që Shqipëria të përfitojë nga tashmë dhe të landi për të mbështetur Ukrainën. Nuk e shoh që do mbyllet shpejt. Takimi u anulua dhe ishte i pritshëm. Nuk e besoja dot që të ndodhte ky takim, sepse vërtet Trump është ai që dhe ti e njeh më mirë se sa unë, por brapa Trump ka diskutojnë forca të tjera. Ka frerë të mëdhenj që e tërheqin dhe ja mbajnë atë kapitalin, domethënë për mos lëshuar. Mezi mbahet, po i mbahet, domethënë, sepse janë gjithë fatet e botës, kanë institucione aty dhe nuk të lë njëri të bësh ti si duash, e kupton? Edhe ata generalët që ai u foli ashtu dhe ata qëndronin ashtu në heshtje dhe një pjesë më madhe e tyre u larguan para disa ditësh kur mbajti një takim me generalët. Kur Trump i tha që kush nuk është me mua dhe kush nuk bën le të themi ne ta përkthejmë propagandën time, le të largohet nga ushtria si duhet ushtrisë amerikane. Dihet se do e marrin 3 vjet amerikanë. Po prit se generalët janë aty, janë gjithmonë aty, nuk flasin, por gjithmonë ata për Amerikën veprojnë dhe Amerikën ata nuk ka. Po. Nuk njohin as presidenti. Ushtria, kur vjen puna, ushtria është po fut ushtria, dihet se është puna keq. Ti mendon që Ukraina, Rusia do të morë atë çka don në Ukrainë? Duket se po. Mirë është që do të thënë duhet ndihmuar Ukraina, kam ndjekur shumë këto ditë analist me bole që i thonë në arenën ndërkombëtare, në mediat e huaja, ajo që kam parë si e mesme tyre, si logjike tyre është kjo që Ukraina të rezistojë që Rusia të mos shtyhet më në thellësi. Rusia nuk është më ajo që duket, ajo që shitet sikur është, nuk ka kapacitetet për ta çuar luftën edhe më tej. Në një farë mënyrë edhe Rusia do të gjejë mekanizmat për ta mbyllur luftën, sepse sidomos tashmë me dimrin, por edhe po shtoi masat e tjera. Dimri është. Po shtoi edhe masat e tjera pastaj ndaj sanksionet të reja, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Evropa të ekzekutojë drejt ato, sepse dhe brenda Evropës Trumpi këtu pati drejt. Kur u tha që ju drejtua disa liderëve evropian mos mini më gaz rus dhe naftë ruse. Këtu pati drejt Trumpi. Kan kuçkën, maron Europa perëndimore. Po jo ka burime të tjera. Kjo ka qenë gafa që u bën dependent nga Rusia. Gjermania mbyll fabrikat. Ka burime të tjera dhe përveç Amerikës Latine dhe vendeve të tjera të le të themi si quhet kjo, lindje mesme. Ka të tjera burime alternative, siç është dhe vetë Amerika, një burim që mund ta furnizojë Evropën me gaz, por këtu gjendet zgjidhja. Por vende të tilla si Hungaria, Slovakia dhe ndonjë vend tjetër, të cilët janë në Evropë, i shkelin syrin dhe Putinit, pra kanë miqësi të drejtë për drejtë dhe të
të pafshehur me Putin, të pamaskuar, ata bëjnë kontrata me Putin. India nga ana tjetër. Ju e dini debatin e madh që u bë midis Trumpit dhe presidentit apo kryeministit të Indisë për punën e naftës dhe të gazit rus, i cili merret nga India këtej dhe pastaj shitet si produkt i përpunuar nga India në tregun ndërkombëtar. Landi për ta mbyll me PD-n ku ju keni kontribu. Gjatë fillimit të parlamentit të ri, PD-ja me të njëjtën mënyrë sjellje, me të njëjtën retorikë, dhe shkojnë gjithmonë më poshtë njerëzit që besojnë ke PD-ja po rrudhen gjithmonë më shumë. Po rrudhen, është e vërtetë. Çfarë mendon kjo parti ku do të shkojë kështu? Se hajde kishe fituar në jo mirë, po me sa kuptohet, Saliu nuk i intereson të fitoj, Saliu i intereson të mbaj partinë ashtu siç e tha dhe ju si bunker për të strehuar vetë ai dhe interesat e familjes tij. Bunker ndaj drejtësisë ndaj kudo tjetër që ai mund të ndihet i rrezikuar, sepse nuk ka vetëm çështjen e dosjes Partizani, por ka edhe disa janë shumë dosje të tjera të cilat është kjo Gërdeci e tjera. Pra ka shumë dosje të cilat ata e trembin. Dhe ai do të vazhdojë ta mbajë atë parti ashtu derisa të rrudhet. Shiko, ke pasur parti tjera historike që kanë dhënë kontribute shumë më të pastra në politikat e vendeve të tyre, kanë krijuar vetë Bashkimin Evropian, kanë zhvilluar ekonomitë e atyre vendeve, siç ka qenë partia e djathtë franceze UMP-ja, që u kthye në Parti Republikane, tashmë është e 5%. Partia Socialiste franceze vazhdon dhe ajo të ende tek 5 deri në 7%. PASOK-u në Greqi u shua, tani po ribet po prap në nivele të ulta. Ke Sirizën e cila erdhi vrullshëm pas krizës, shua, do të thënë gati është në shuarje. Kështu që në Itali pastaj ju di fort mirë historinë e politikës italiane, ke pasur kristian-demokratët që e mbajtën gati 40 vjet, 4 dekada dhe pastaj në një moment caktuar u shua si parti. Kjo mund të ndodhi edhe në Shqipëri, nuk është ndonjë gjë e madhe. Problemi është që dhe këta të cilët po dalin si filiza të rinj le të themi, dhe këta janë të komprometuar, janë rritur në hijen si Rigoni në hijen e Lisit, që s'bëhet dot pastaj Lis. Kjo më gjithashtu sepse nuk janë të komprometuar në kuptimin po vërë re tani, megjithatë koha do na le të na bëjë më të qartë në të ardhmen. Këta nuk pranojnë të bëjnë koalicion për zgjedhje parlamentare me Berishën dhe vënë bëjnë koalicion për zgjedhje të pjesëme lokale që s'kan asnjë vlerë politike. Dhe në atë kohë thoshin ne kemi dalë si forca të reja kundër establishmentit vjetër Rama Berisha dhe sot pa ndryshuar ai establishment, i qenë po ashtu siç ka qenë, madje edhe më keq, sepse i humbi edhe më thellë zgjedhjet. Fal kompromisit të pistë që bëri Berisha me Ramën, Rama pranoi se pati interes, domethënë çpuni ju prish Rama do të fitonte të zgjedhjet. Po ja pranoi sepse i lehtësoi dhe më shumë punë në Ramës me listat, në mënyrën se si do bënte listat me 2 fasha, të mbyllura të hapura, ata që ndoshta e kishin bezdisur i furti tek të hapurat, kush kishte zotësi le të fitonte, kush kishte ardhur koha që të ikte të largohej. Dhe bëri një le të themi një pastrim, një rotacion të elitës brenda Partisë Socialiste. Kurse Berisha bëri të kundërtën. Berisha të gjithë ata që ishin për të larguar i mori i futin në listë mbyllur dhe të gjithë ata që ishin për t'u afruar i futin në listë hapur që të diqte. Prandaj, do të thënë, jemi në këto kushte ku jemi. PD-ja refuzon të ndryshojë dhe për aq kohë sa refuzon të ndryshojë, kur them PD-ja Saliu, për aq kohë sa refuzon të ndryshojë, edhe qytetarët refuzojnë të ndryshojnë qendrimin ndaj PD-s. Pra nuk e pranojnë. Jo më shumë mund të thënë biseda kam shumë tash janë indiferent, nuk e japin asnjë. Shiko, un kam qenë brenda asaj partie, ju dini pra që sa mirësha në politik, kam qenë nga njerëzit më të sulmuar për qendrimet që mbajta. Që këto që u ndodhen sot, ju dilja në televizor dhe ju paralajmëroja se njoh PD-n dhe e kam dashur shumë PD-n, kam investuar jetën time atje, që i thoshim do humbasim turpërisht, do turpërohemi, do humbasim thellë. Por Berisha po kthehet për interesat e tij personale. Do ta ndaj Partinë Demokratike në shumë pjesë. E ndau apo se ndau? E ndau. Do ta bëj parti jo fituese. E bëri parti jo fituese, është herë e parë që Partia Demokratike nuk llogaritet më si parti pushteti. Ja. Ashtu. Dhe i thosh edhe këtë tjetrën që Berisha do ta kalcifikoj Partinë Demokratike, e kalcifikoj. Nuk la që të ndodhi një rotacion të elitave, të vinë një gjenerat tjetër, sepse është një gjenerat në gabuar Berisha këtu. E kupton? Çdo brez ka kohën e vet. Është offside këtu. Ja, është jashtë lojë. Ka dalë jashtë kohë. Ka dalë jashtë kohë. Kështu që
Në këto kushte, këto ju thamë ne, na sulmuan. Tani vinë, po ata njerëz të cilët kanë një lloj arsye, vinë dhe thonë keni pasur të drejtë me atë që keni thënë. Mirë, po e vërteta ju e dini, thonë në politikë, do të thënë që kush bëhet gati të thotë të vërtetën, të bëhet gati që të dalë nga politika. Me mua kjo ndodhi. E mbyllëm. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe ju. Edhe ishte kënaqësi si gjithmonë.